Këngëtari i mirënjohur shkëlqenji i tij për herë të parë ka folur për kolegen e tij nga Shqipëria, Parashqivi Simaku. Në një emision, Xheni ka deklaruar se me të kishte kënduar në një festë të vitit të ri në Prishtinë dhe se pati kontakt vetëm edhe një vit pas asaj ndeje që performuan bashkë dhe më nuk kishte pasur kontakt me të. Artisti shtoi se është ndier keq kur ka kuptuar nga rrjetet sociale se Parashqivi Simaku kishte mbetur e vetmuar dhe pa shtëpi në rrugët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo video është diku në vitin 1996 në Prishtinë. Është mbrëmja e vitit të ri bashkë me Parashqivin, kur e shoh tani këtë video duke pas parasysh historinë e saj dhe përjetimet se çfarë ndodhi jam ndier shumë keq. Të gjithë e kemi dashur, të gjithë shqiptarët e kemi pas yll Parashqivin. Kur e kemi parë atë në atë pozicion ka qenë ndjenjë keqe, më vjen shumë keq. Shpresoj të rehabilitohet jeta e saj personale dhe rehabilitimi i saj në shoqëri. Nuk kam pas kontakt me të dhe një herë pas vitit të ri, deklaroi Xheni, ku dukej mjaft i mërzitur për gjendjen që e kishte parë Parashqivin kohëve të fundit. Na duhet t'i rikujtojmë se Parashqivi Simaku tani më është rehabilituar mjaftueshëm dhe me sa duket do të ketë akoma më shumë projekte nga ana e saj.